Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve qendrore në Radio Televizionin 21. Gjykata themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej 1 muaji për 4 nga 39 arrestuarit në rastin e dyshimeve për keqpërdorime në Byron Kosovare të Sigurimeve. Sipas njoftimit të gjykatës, gjyqtari i procedurës paraprake Fatmir Krasnishi ka vendosur që të pandehurit ish drejtori i BKS-s Sami Mazreku, ish drejtori i financave në Byron Kosovare të Sigurimeve Valon Berisha, FS dhe YQ të mbahen në paraburgim deri më 8 shkurt për shkak dyshimit bazuar se kanë kryer disa vepra penale të natyrës ekonomike dhe të falsifikimit. Ndërkohë 35 të pandehurit e tjerë dyshohen për veprën penale të keqpërdorimit besimit në ndihmë. Ndaj tyre, gjykata ka caktuar masën e paraqitjes së rregullt në stacionin policor dhe masën e ndalimit për t'u afruar në Byron Kosovare të Sigurimeve dhe personave caktuar në kozgjatje prej 1 muaji, pra deri më 8 shkurt. Reshjet e shiut shkaktuan probleme në disa rrugë të Kosovës, si shkak i pranisë së madhe të ujit në rrugë në një segment të rrugës nacionale Ferizaj-Prishtinë u bllokua përkohësisht për qarkullim të automjeteve. Sipas autoriteteve, edhe një numër rrugësh të tjera janë mbuluara nga uji, derisa në autostradën Ibrahim Rugova ka rrshqitje dheut, bëhet thirrje për shmangje të lëvizjes së panevojshme. Reshjet e pandërprera të shiut dhe të borës bën që shumë rrugë në Kosovë të jenë vështirë të kalueshme e disa edhe të pakalueshme. Për shkak të pranisë së madhe të ujit në rrugë, u ndalua përkohësisht qarkullimi i automjeteve në një segment të rrugës nacionale Ferizaj-Prishtinë, njoftoi Policia e Kosovës. Në rrugën nacionale Ferizaj-Prishtinë, konkretisht në segmentin që kalon në përfshatin Llapnasell, segmentin nga rrethi Prishtina Mall në drejtim të Prishtinës dhe segmentin nga rrethi Marigona në drejtim të Ferizajt, në koordinim me zyrtar nga Ministria e Infrastrukturës dhe kompaninë përgjegjëse për mirëmbajtje të rrugës, është marrë vendim që të bllokohet plotësisht qarkullimi i automjeteve në këtë segment rrugor për një kohë të caktuar. Vështirësi në qarkullim si pasojë e sasisë së ujit nga reshjet pati edhe në rrugën Lipjan-Ferizaj. Në Lipjan një numër fshatrash u vëshuan, derisa 2 ura u shembën. Të bllokuara nga uji edhe disa rrugë në Suharek, bëri të ditur kryetari i komunës Bali Muharremaj, derisa në disa fshatra pati edhe shembje dheu. Është problem e fshatin e Përbesht, fshati Zveçan në bllokuar rrugë që lidhet Përën me Zveçan, Përën me Përbesht. Një ashtu zona industriale që lidhet me fshatin Zveçan. Është shumë të rishtë nuk kemi dome sa i përket të avisnis. Ekipet sot kanë pas me dalë të rënë me do vlerësimin e dome, po presim me pushu të reshvat. Momentalisht jemi në fshatin Rëçan, kemi shane të vërë. Reshjet e mëdha të shiut vështirësuan qarkullimin edhe në komunën e Malishevës, sipas së cilës në disa pjesë lumi Mirusha doli nga shtrati. Vështirësitë më të mëdha në aksin rrugor Mirush-Gurbardh, ku si shihet në pamje, kjo urë është mbuluar nga uji dhe këtu nuk mund të kalohet për momentin. Ka vështirësi qarkullimi në rrugën Malishev-Banj, pastaj është rruga Hamdi Berisha në qytet dhe në disa akse tjera ka probleme. Rrugë të mbushura me ujë edhe në komunën e Gjilanit. U bëhet thirrje qytetarëve që përkohësisht të shmangin qarkullimin në rrugën Përkufës në Malishev, në rrugën ndërmjet 2 livoqeve si dhe në magjistralen Gjilan-Ferizaj. Nga vërshimet pësoi edhe komuna e Vushtrisë. Situata është e menaxhueshme, do të thonë gjatë ton notës kemi pas reshje të shiut, ndërkësh nga orët e mëngjesit bashkë me ekipet e emergjencës dhe kompaninë kemi intervenuar në disa fshatra, kemi intervenuar në fshatin Sfaraqak, tash i çum në fshatin Samadrezh, në fshatin Nadakost, është fjala çdo herë për pastrimin e disa kanaleve sepse normalisht reshjet e shiut e kanë bot vetën edhe është rrit niveli i ujit. Tani për momentin ndodhem këtu pranë lumit Silnica dhe siç po duket këtu veç ka ra pak niveli, megjithatë reshjet që kanë ndodhur gjatë natës këtu zakonisht vjen mas 10 orëve, mas 12 orëve, do të thonë mundu me ditë nivelin e Silnicës apo rritet apo vjen.
Duke përmendur rrugët që pësuan nga reshjet, ushtruesit e tyre si ministrit të infrastrukturës Hysen Durmishi u bëri thirrje qytetarëve për evitim të qarkullimit të panevojshëm, derisa kërkoi mirëkuptimin e tyre deri në sanimin e plotë të këtyre problemeve. Në rrugën Prishtinë-Ferizaj ka grumbullim të ujit si pasojë e kyçjeve ilegale në kanalet atmosferike, për çka është bllokuar qarkullimi. Ekipet tona janë në terren duke punuar në shkarkimin e ujit dhe rruga pritet të hapet për qarkullim brenda ditës. Të nënkalimin në Mazgit në drejtim të autostradës ka grumbullim të ujit si pasojë e bllokimit të kanalit atmosferik. Po punohet intensivisht në zhbllokimin e rrugës. Po ashtu në autostradën Ibrahim Rugova ka rrëshqitje të dheut. Në këto momente po punohet për sanim sa më të shpejt në mënyrë që qarkullimi të zhvillohet normalisht. Ditëve të fundit, një numër komunash u përballën me vëshime si pasojë e rreshjeve të pandërprera të shiut e të Borës, duke shkaktuar dëme të mëdha në shtëpi, rrugë e biznese. Rreshjet e Borës nuk i kanë penguar turistët që ta vizitojnë qendrën e skijimit në Brezovic. Përkundrazim, numri i vizitorëve mbetet i lartë, ndërsa kushtet për sport dimror janë të favorshme. Aktualisht, rrashësia e Borës në Brezovic sillet ndërmjet 30 dhe 50 cm, duke krijuar kushte të mira për skijim dhe aktivitete të tjera dimrore. Ish zyrtari i lartë Amerikan Charles Kupchan vlerëson se Kongresi i Shteteve të Bashkuara po përpiqet të rikthejë Ballkanin Perëndimor në fokusin e politikës së jashtme amerikane, në një moment kur rajoni përballet me mungesë stabiliteti dhe ngërçi politik. Dokumenti e nxit kryeministrin Kurti që pas fitores zgjedhjeve ta formojë sa më shpejt qeverinë, por ka shqetësime në lidhje me qasjen e zotrit Kurti. Charles Kupchan konsideron se përfshirja e Kosovës dhe Serbisë në dokumentin e aktit të autorizimit të mbrojtjes kombëtare të Shteteve të Bashkuara synon të ushtrojë presion konstruktiv mbi Prishtinën dhe Beogradin për të ecur përpara në dialog dhe për të kapërcyer bllokimin aktual, duke kërkuar njëkohësisht qeveri të qëndrueshme në të dyja vendet. Ai nënvizon se Kongresi po përpiqet të nxjisë presidentin Trump dhe administratën e tij që të angazhohen më aktivisht në rajon, në një kohë kur nevojitet rifokusim serioz i SBA-s në çështjet e sigurisë në Ballkan. Trump do të përpiqet që ta fusë në listën e tij të arritjeve normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Pra kemi rritjen e shqetësimit amerikan që vjen pas tërheqjes së SBA-s nga dialogu mes Serbisë dhe Kosovës dhe kemi mungesën e qeverisë së Kosovës për një periudhë të gjatë. Dokumenti e nxit kryeministrin Kurti që pas fitores së zgjedhjeve ta formojë sa më shpejt qeverinë, por ka shqetësime në lidhje me qasjen e zotit Kurti. Prania e Kosovës në këtë dokument synon të nxjisë Prishtinën dhe Beogradin që të ecin përpara në dialogun dypalësh dhe të tejkalojnë ngërçin që i ka kapur. Gjithashtu dokumenti u kërkon këtyre dy vendeve që të kenë qeveri të qëndrueshme. Në Serbi kemi një situatë të destabilizuar, në Kosovë kemi muaj të tërë pa qeveri. Prandaj është koha që të dy vendet të avancojnë përpara me punën e vështirë që kanë. Sipas Kupchan, më parë administrata Trump nuk ishte fokusuar shumë në aspektin e sigurisë së Evropës, sikurse bëri administrata Biden, dhe kjo është një përpjekje e Kongresit për ta nxitur presidentin dhe njerëzit rreth tij, përfshirë sekretarin Rubio, që ta marrë në dorë këtë agjendë. Vet Trump ka bërë disa deklarata për Kosovën dhe Serbinë duke marrë meritat se ka parandaluar një luftë mes tyre. Tani Kongresi i kërkon presidentit Trump që të angazhohet në Ballkan, pasi përshohim një tërheqje dhe nevojitet që të rifokusohemi sërish në çështjet e rajonit të Ballkanit. Disa ditë pasi presidentja e vendit Vjosa Osmani shprehu ambicjet për një mandat të dytë, rizgjedhja e saj për 5 vite të tjera në krye të vendit varet nga politika e brendshme. Sipas analistëve politik, Osmani ka luajtur një rol të rëndësishëm në afirmimin dhe përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, mirëpo zgjedhja e saj sërish si presidente do të varet nga kalkulimet politike. Sipas tyre, Osmani duhet fillimisht të sigurojë mbështetjen e liderit të lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti, partia e cilit fitoi bindshëm zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ju njoftoi fillimisht mandati i presidentës Vjosa Osmani përfundon më 4 prill 2026. Sipas Kushtetutës së Kosovës, një president i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, që do të thotë deri më 4 mars 2026.
Profesori universitar Mazlum Baraliu thekson se Osmani e meriton edhe një mandat tjetër 5 vjeçar. Ai vlerëson se presidentja ka luajtur një rol të rëndësishëm në afirmimin dhe përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare gjatë 5 viteve të fundit, andaj duhet të përkrahet nga deputetët në legislaturën e 10. Që ajo e meriton edhe një mandat tjetër, pse jo, dhe momenti është që të përkrahet nga deputet dhe jo të ndodhe kundërta, pa marrë parasysh faktin se çfarëdo kandidati tjetër konsensual, kushtimisht siç mund të kërkohet nga opozita, nuk do të mund të, me gjithë respektin ndaj kujt do qoftë për të rëndësisë historike ose aktuale, politike ose jo politike, nuk mund të zaventësoj rolin që mund ta ketë tani pas 5 vjet përvojë dhe të dëshmimit të saj të suksesshëm në afirmimin e Kosovës, sikur se zonja Osmani. Prandaj mendoj se gjithsesi do të ishte të mirën e Kosovës dhe jo ndëmin askujt as një subjekti politik që ajo ta merrte edhe një mandat tjetër. Ndërkaq analisti politik Dorajet Imeri nënvizon se vendimi për rizgjetjen e Osmanit nuk do të varet vetëm nga performanca dhe reputacioni i saj, por kryesisht nga politika e brendshme. Ai konsideron se rizgjetja e Osmanit do të varet kryesisht nga lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, partia e të cilit ka fituar 57 deputet në kuvend dhe pritet të formojë qeverinë e re së bashku me komunitetet jo serbe. Sa i takon zonjës Osmani, përkatësisht rizgjetjes së saj potenciale për shkakun se ajo sapo e ka deklaruar gatishmërinë për të rikandiduar edhe një herë për presidente, varet nga shumë faktorë, por kryesori mbetet lëvizja vetëvendosje dhe kryetari i saj Albin Kurti. Gjitha këto do të mund të jenë, si ta themi, në kuadrin e pritshmërive të ardhshme, të cilat do të varen ekskluzivisht nga qëndrimet dhe vizioni që do të ketë ky subjekt politik në ditët e vijim. Për zgjedhjen e presidentit në 2 rundet e para nevojitet një shumicë prej 80 votash në kuvend. Nëse një gjë e tillë nuk arrihet, atëherë në rundin e tretë presidenti mund të zgjidhet me 61 vota. Në të kundërtën, vendi do të shkojë në zgjedhje të reja të parakohshme. Gjyqi i madh është para fazës më të rëndësishme të tij, ku në pranverë pritet të shqiptohet vendimi për Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakub Grasniqin. Ky pritet jetë viti vendimtar për 4-shën e UÇK-s, të cilët ndodhen në paraburgim në Hag tash e 5 vjet. Se cili do të jetë epilogu sipas saj është vështirë të dihet. Megjithatë, përmend pasojat e mëdha që do të kishte shteti në rast se gjykata speciale do të mbështeste akuzat e prokurorisë. Nevenka Tromp, e cila punoi për shumë vite në tribunalin e Hagës për ish Jugosllavin, flet për zhvillimet kryesore gjatë vitit 2025, vit që shënoi edhe 10 vjetorin e themelimit të gjykatës speciale. 6 indictees Janë 6 të akuzuar për krimet e supozuara gjatë periudhës që kjo gjykat kishte mandat. Ishte kryesisht periudha 1998-99 deri në vitin 2000. Një rasti Sali Mustafa, është përfunduar plotësisht. Rasti i Shalës është në proces për tu finalizuar, por më i rëndësishmi rasti Thaqi dhe të tjerët, që përfshin 4 udhëheqës të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, nuk është finalizuar ende. Këta njerëz janë në gjykat në Hag që nga viti 2020, rasti pritet të përfundojë diku në vitin 2026, por vetëm instanca e parë. Pra, vlerësimi i parë i rëndësishëm i efikasitetit të kësaj gjykate është se nuk ka qenë shumë efikase, ka vetëm 6 të akuzuar. Gjatë gjithë këtij procesi, specialja është kritikuar në vazhdimsi për redaktime të shumta dhe mbyllje për publikun. Edhe avokati i popullit të Kosovës, Naim Qelaj, ka shprehur shqetësime rreth punës së gjykatës speciale. Qelaj ka ngritur dyshimet e tij nëse specialja po respekton parimet e gjykimit të drejtë dhe të paanshëm. Për këtë çështje flet edhe Trump, e cila përmend rastet kur të akuzuarve nuk u është lejuar të lirohen përkohësisht, duke e konsideruar si trajtim të rrept nga gjykata ndaj të akuzuarve. of 4 indictees in Thaqi et al. Trial. Asnjëri nga 4 të akuzuarit në rastin Thaqi dhe të tjerët nuk lejohej të lirohej përkohësisht as për leje humanitare si quhet. Leja humanitare është kur një akuzuar që është në proces penal dhe gjyq lejohet të vizitojë anëtarët e familjes së tij në probleme, sidomos prindërit e sëmur ose funeralet e anëtarëve më të afërt të familjes. Pra ka qenë trajtim mjaft i rrept nga gjykata ndaj të akuzuarve.
Ligjëruesja në Universitetin e Amsterdamit, Nevenka Trump, deklaron se Serbia nuk është palë neutrale në këtë proces dhe për këtë prokuroria duhet të ishte e kujdesshme. Another major issue, obviously, is Një çështje tjetër e rëndësishme është trajtimi dhe qasja në prova në gjykatë që kryesisht vinin nga arkivat e shtetit të Serbisë. Kjo është një qasje interesante nga prokuroria, sepse Serbia nuk është një palë neutrale në këto procese dhe prokuroria duhet të ishte shumë e kujdesshme, duke u mbështetur në provat që vijnë nga arkivat e shtetit serb, duke përfshirë arkivat e sigurisë shtetërore e arkivat e policisë, Ministrinë e Brendshme dhe arkivat ushtarake. Këto ishin çështjet që ndikuan shumë në mënyrën se si prokuroria u përball me këtë gjyq. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi po përballen me akuza të ngritura nga zyra e prokurorit të specializuar, të cilat ata i kanë cilësuar si të pabazuara. Edhe mbrojtja i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka argumentuar se UÇK-ja nuk kishte strukturë e organizuar komanduese. Gjykata e Prishtinës i ka vazhduar masën e paraburgimit dhe për 2 muaj Fatmir Shehollit, i cili dyshohet për spionazh. Zëdhënësia e kësaj gjykate, Mirlinda Gashi, ka vlerësuar se në këtë mënyrë është pranuar kërkesa e prokurorisë. Ju njoftojmë se pas kërkesës së prokurorisë speciale të Kosovës për vazhdimin e masës së paraburgimit në çështjen penale ndaj të pandehurit Fatmir Shehollit, për shkak dyshimit bazuar se ka kryer veprën penale të spionazhit, në vazhdimsi, gjyqtari i procedurës paraprake pas shqyrtimit kërkesës ka aprovuar kërkesën e prokurorisë speciale që të njëjtit ju është vazhduar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 2 muajsh, ka deklaruar ajo. Dhuna në familje vazhdoi të mbetet një problem shqetësues në Kosovë gjatë vitit 2025 me rastet shumta të raportuara çdo ditë. Sipas të dhënave të policisë Kosovës, nga muaji janar deri në tetor janë evidentuar mbi 2400 raste të dhunës në familje, ku pjesa më e madhe e viktimave janë gra. Edhe pse janë ndërmarrë masa ligjore duke hartuar strategji shtetërore ku edhe funksionon monitorimi elektronik i urdhrave mbrojtës, institucionet dhe shoqëria civile vlerësojnë se duhet më shumë angazhim për parandalimin e dhunës, rritjen e sigurisë për viktimat dhe forcimin e mekanizmave mbrojtës. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë 10 muajve të vitit 2025 janë raportuar 2429 raste të dhunës në familje, megjithse 2424 viktima, prej të cilave 1897 ishin gra dhe 527 meshkuj. Gjatë kësaj periudhe ndodhen 2 vrasje si pasojë e dhunës në familje, ku viktimat ishin një grua dhe 2 meshkuj. Deri më tani janë vendosur gjithsej 66 hallka elektronike, ndërsa aktualisht janë në monitorim 37 urdhra mbrojtës. Avokati i popullit Naim Çelaj thekson se numri i rasteve të dhunës në familje mbetet shqetësues dhe kërkon trajtim të veçantë. Shqetësuese mbetet numri i madh i rasteve të dhunës në familje, ajo që konsiderohet si prezencë e dhunës në familjeve tona natyrisht dën trajtim të veçantë. Kemi strategji kombëtare për parandalimin e dhunës në familje, përsa duket nuk ka arrit me mri efektin e mjaftueshëm. Problematika qëndron tek ngritja vetdijes përgjithshme të popullatës. Kjo ndoshta jo çalim, po duhet me bë më shumë, qysh në edukimin e hershëm të gjeneratave të reja. Fatmirësisht ka pas rënje të rasteve me fatalitet, këtë vit. Kanë qenë disa vite që vërtet kanë qenë tepër shqetësuese, kur kemi pas 2-3 raste të vrasjeve brenda një viti. Po besoj që kjo është edhe rezultati i punës mirë që po e bën krejt segmentet e shoqërisë. Megjithatë, nga statistikat që ne kemi pranuar, vret që vazhdon të jetë një numër shumë i madh i rasteve të raportuara të dhunës familje. Këshilltarja politike në Ministrinë e Drejtësisë, Vlora Limani Hajnuni, beson se strategjia për parandalimin e dhunës në familje është zbatuar në masë të madhe. Megjithatë, ajo pranon se ekzistojnë mangësi në implementimin, veçanërisht në qendrat për punë sociale, ku kapaciteti njerëzor është më i ulët se sa duhet. Unë mendoj që strategjia është hartu dhe ka qenë drejt koha kur është hartu dhe parametrat tonë thonë që strategjia është zbatu në një mos shumë të madhe. Natyrisht ka defekte aty këtu në kuptimin e implementimit të kësaj strategjie, në veçanti në qendrat e punë sociale, atje ku
kapaciteti tyre human është më i vogël se sa që do duhej të ishte, po kjo çështje e cila ju takon komunave, sepse qendrat e ndihmës sociale janë institucione të komunave. Unë mendoj që ka arritje të dukshme, natyrisht nuk janë të mjaftueshme, si më thonë, por janë arritje të dukshme të cilat edhe kanë sensibilizuar opinionin, por edhe kanë sensibilizuar dhe vetë viktimën në këtë rast, sepse ka pas plot viktima që ndoshta edhe nuk e kanë raportuar, kanë jetuar në dhunën, por nuk e kanë raportuar. Besarta Preznisa nga rjeti i grave të Kosovës thekson se dhuna në familje është shumë e përhapur se sa tregojnë shifrat zyrtare. Puna jonë në terren tregon që rastet e dhunës janë shumë më të larta se sa ato që raportohen. Përveç kësaj, puna jonë në terren dhe puna jonë me viktima të rasteve të dhunës në familje na tregon që kur një viktim vendos me raportu dhunën, ajo ka qenë duke jetu për vitet të tona në ambiente abuzive. Kështu që në asnjë moment nuk mundemi me i marrë si të sakta vetëm statistikat, vetëm rastet e raportuara, sepse ka raste të dhunës edhe më shumë. Është zinxhiri i tonë i hallkës institucionale në të cilën të shton në trajtim të rasteve të dhunës në baza qendrore specifikisht në rast të dhunës në familje, duke fillu prej policisë, duke mbaru me gjykata. Vlen të përmendet që policia dështon ende me bu vlerësim të rrezikut, përveç kësaj prokuroria dështon me mbledh provat relevante për me dënu dhunën në familje. Sociologu Gent Xërxa vlerëson se dhuna ndaj grave mbetet një problem serioz shoqëror, indikuar nga mentaliteti patriarkal, pabarazia gjinore dhe dominimi ekonomik i burrave. Kohëve të fundit ka një ekspanzion apo një rritje bën për arsye të ndryshme. Njëra mundet me qenë biologjike. Duke ditur që gruaja është më e bresht, më e dopt, ana burri apo ana maskuline e përdor forcën për ta dominuar zotruar, sidomos nëse kemi këto ndërthona apo kontekstin ton kulturor patriarkal, atëre kjo një farforme justifikohet nga konditat zakonet e prapambetura kohë të vjeta të cilat nuk përkojnë me realitetin e sotëm, dhe kështu kemi një përplasje të sistemit të vlerave, ku gruaja dëshiron që të jetë vendimarrëse në shtëpi, pastaj gjithashtu duhet të jetë edhe në publik, të jetë e barabartë brenda familjes, gjithashtu të jetë e barabartë në hapësirat publike, sidomos në vendimarrje edhe në punësim, që të afirmohet, të edukohet, të arsimohet edhe të jetë e barabartë si pjesëtare e shoqërisë, si pjesë e vlefshme e shoqërisë. Nëse këto të gjitha mungojnë, edhe mbizotron bota e burrave, atëherë ne kemi problematika të tjera të jo barazisë. Sipas të dhënave të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, gjatë periudhës janar-nëntor 2025, nga lëmia penale për dhunë në familje, Ndihmë Juridike Falas kanë përfituar gjithsej 59 qytetarë, prej të cilëve 40 ishin gra dhe 19 burra, ndërsa për këto raste janë ndërmarrë 60 veprime juridike. Që prej 26 vitesh Vera Hoti nga Krusha e Madhe zgjohet dhe fle me të njëjtën dhimbje pas një lajm për fatin e vllajt të saj bashkë me 2 djemt e Agjes, të cilët janë të zhdukur që nga lufta. Familjarët, shoqatat dhe njohësit e çështjes konsiderojnë se viti 2025 nuk solli lajme apo zhvillime pozitive për të pagjeturit. Mos respektimi i deklaratës së përbashkët dhe vonesat në dialogun Kosovë-Serbi shihen si pengesa kryesore për përparim në zbardhjen e fatit të zhdukurve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Vera Hoti thot se dhimbja për vëllain është e madhe dhe e vazhdueshme. E derisa familjarët jetojnë me ankth duke pritur lajme për të afërmit e tyre, ajo kërkon nga institucionet dhe faktorë ndërkombëtar të ushtrojnë turisnim mbi shtetin serb për të treguar të vërtetën. E drejt elementare është që të marrim informacionin për familjarët tanë e shtrat e tyre të vendosen në vendlindje, por ne si familjar vazhdojmë të persekutohemi emocionalisht, psikologjikisht nga shteti i cili i ka kryer këto krime dhe adresa dihet është shteti serb. Dhimbja është shumë e madhe. Edhe çdo familjar, çdo nën, çdo grua, çdo fëmijë që ka humbur prindin, vazhdon me këtë vutje dhe me këtë ankth që të pret një lajm për me ditë ku janë njerëzit tonë. Kërkoj nga institucionet tona dhe nga
faktori ndërkombëtar, i cili ka një rëndësi të veçantë për t'i bërë turistni shtetit serb, që tregoj për njerëzit tanë ku janë dhe të dim për fatin e tyre. Nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur thonë se përkundër angazhimit të tyre, çështja e personave të zhdukur vazhdon të mbetet plagë e hapur për shumë familje kosovare. Kushtrim Gara nga ky komision thekson se gjatë vitit kaluar janë zhvilluar gërmime në 32 lokacione dhe janë gjetur 24 mbetje mërtore. Janë dikur më shumë se 30 lokacione të adresuar në kuptim të gërmimit vlerësues në teritorin e Kosovës, po them për radhë gjithmonë, pra në 31 lokacione. Sigurisht jo të gjitha kanë adresuar me gjetje dhe zhvarrosin mbetje mërtore, për shkak se kemi thënë gjithmonë se sfidë në këtë proces vazhdon mbetet mungesa e informacioneve të besueshme, më saktësisht mungesa e informacioneve që do duhet vinin nga arkivat e institucioneve të Serbisë. Pra ardhja dhe mirësifit vazhdon mbetet çështja politizuese e Serbisë kundrejt kësaj problematike. Gjatë vitit të kaluar nga Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur janë pranuar edhe 50 raporte të ADN-s. Se çështja e personave të pagjetur nuk ka pasur ndonjë zhvillim pozitiv, e thotë edhe drejtori i Fondit për të Drejtën Humanitare Bekim Blakaj. Sipas tij, problemi kryesor në prolongimin e çështjes së të zhdukurve është moszbatimi i deklaratës së përbashkët si ngecja në dialogun Kosovë-Serbi. Problem tjetër është mosmbajtja e takimeve dhe këtu mendoj që Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në dialog kish mujt më bë më shumë. Tek e fundit edhe marrëveshja ka para po që ndërmjetësuesi pra Bashkimi Evropian në rast se e vren që njëna palë ose dyja palët nuk zbatojnë marrëveshjen, atëherë munden më ndërmarrë edhe veprime ndëshkuese, pra sanksionet ndryshme, mirë po ne nuk kemi pa diçka të tillë nga Bashkimi Evropian. Edhe kryetari i Këshillit Koordinues për të Zhdukurit, Ahmet Grajçevci, e sheh vitin 2025 ashtu si çdo vit tjetër, pa përparim të dukshëm për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Edhe ky vit nuk dallon prej viteve tjera, do të thotë paraprave, sepse në këtë vit ka pas pak më shumë hulumtime, do të thotë 28 venda janë hulumtuar në brendësitë e Kosovës, ndërsa një Kozhel të Serbisë është hulumtuar në 7 orë, do të thotë si lojnat serbe që din t'i bën aja e ka ndërprej do të thotë në 9 orë dhe kështu politikisht shtyhet të procese jashtë Kosovës. Do të thotë sa i përket brenda Kosovës janë hulumtuar, ka do të thotë gjetje mortore, por presmi analizën e ADN-s se kush do del. Sipas Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, 1591 persona nga lufta në Kosovë ende figurojnë si të zhdukur, nga gjithsej 6063 të raportuar fillimisht. Në një akademi solemne të mbajtur në katedralën e Prishtinës u përkujtua vepra dhe trashëgimia e dy prej figurave më të shquara të kishës katolike dhe kombit shqiptar, Imzot Nik Prelës në 30 vjetorin e kalimit në amshim dhe Imzot Mark Sopit në 20 vjetorin e ndarjes nga jeta. Kryeministri Ndetyr Albin Kurti në fjalën e tij i cilësoi Imzot Prelën dhe Imzot Sopin si bartës të një etike të lartë publike dhe përfaqësues të një morali të rrallë qytetar. Në këtë ditë të shtunë, në një mot me shi vetvetiu na bën reflektiv mu këtu në qendrën Bogdani Polis pranë katedrales në Prishtinë për të kujtuar dy personalitetet të shquara të jetës fetare, kulturore dhe shoqërore e kombëtare të Kosovës. Sot po i përkujtojmë dy personalitete historike që i përkasin historisë shpirtërore, qytetare dhe politike të vendit tonë. Imzot Nik Prelën në 30 vjetorin e kalimit të tij në amshim dhe Imzot Mark Sopin në 20 vjetorin e kalimit të tij në amshim. Këta dy burra nuk ishin thjesht udhëheqës fetar. Ata ishin bartës të një etike të lartë publike. I peshvi dioqezës Prizren Prishtinë Imzot Dot Gjergji foli për përgjegjësitë e mëdha që Imzot Prela dhe Imzot Sopi bartën bisupe. Ai quajti ata bashkëvuajtës të përkryer në gjirin e popullit të vet dhe dëshmitar të besueshëm të së vërtetës historike. Në vazhdën e kremtimit më kanë kërkuar të them edhe disa fjalë në hyrjet e akademisë, që ndaj Julius që
që të keni mirë kuptimin, pasi që edhe fjalla ime është si vazhdim i asaj çfarë ju më thanën në katedrale atyre që ishin. Ne pra, në frymën e lutjes dhe besimit, kujtojmë barin tanë të cilët kanë kaluar në amshim, Imzotë Mark Sopin dhe Nik Prejla. Ata sigur barin, janë udhëheqës shpirtëror e barit e grigjës hyut në kishën tonë. Imzot Rok Gjon Leshaj, në fjalën e tij ka dashur të vë në pa rolin dhe guximin e i peshkëvive shqiptar në periudhat shumë të rënda historike. Që të dy janë emnu dhe kanë ardhur si barit kësaj kishe në kohëna shumë të vështira. Monsignor Prela nga 68-a e deri në 96-ën që çdo njëri prej nesh i njohim ato periudha si kanë qenë e si janë zhvilluar. Dhe kisha dashur vetëm një thanje të Monsignor Preles publike që e ka thënë, ta citoj edhe kur ishim në 90-ën në Bishtazhin në festën e Zojës Rozare, ky publikisht pushtetit serb ja ban me dije dhe e thot publikisht: ja sam shqiptarski biskup, unë jam i peshvi i shqiptarve, që aty për aty ja u ban me dije se ky popull nuk është pabari. Trashëgëmia e Imzot Nik Prelës dhe Imzot Mark Sopit, siç u tha, nga folësit mbetet një udhërrëfyes i përhershëm për një shtet ku liria shoqërohet me përgjegjësi dhe ku e vërteta është busull orientuese. Mirupafshim në edicionin e radhës.